Organizuar nga famullia Zoja e Shkodrës në sallën Kardinal Mikel Koliqi u zhvillua mbrëmjen e sejtes në vigjilje të 113 vjetorit të pavarësisë, koncerti festiv Lule Kuqezi, me pjesëmarrjen e fëmijëve dhe të rinjve të famullisë së Shkodrës. Sipas organizatorëve, angazhimi i brezave të rinj në veprimtari të tilla synon jo vetëm zhvillimin e tyre artistik, por edhe kultivimin e dashurisë për kombin dhe flamurin. E kena për detyrë me i impenju, me i angazhu këta fëmijë që kanë dëshirë me marrë pjesë, sepse jo vetëm përgatiten artistikisht, po dhe nga ana festive, pra me di që është kjo fest, me di pse festojmë. Kam porosit gjithë fëmijët, vishuni sa ma bukur, vishuni Kuqezi, dhe çuditërisht tanë uniform, tanë janë vesh Kuqezi, tanë me shqiponja, tanë. Pra, është një koncert që tanë po e përjetojmë me kënaqësi, me pasion të madh. Koncerti Lule Kuqezi përfshinte në repertorin e tij pjesë muzikore dhe letrare, të cilat ndër vite u janë kushtuar kombit, flamurit dhe adhleut nga emrat më të njohur të muzikës dhe letrave shqipe.